Horoskopi ditor e martë 17 qershor 2025. Dashi, jeta në çift do jetë shumë e qetë. Mos harroni që ndonjëherë edhe qetësia e madhe dhe pasiviteti e prishin lidhjen. Mundohuni të rindizni pasionin. Beqarët nuk duhet të rinë më në vend. Shfrytëzoni çdo mundësi për të takuar persona të rinj. Bëni kujdes me shpenzimet e tepruara. Dilni dhe takoni familjarët apo miqt me të cilët keni kohë pa folur. Demi, do jeni pak dyshues dhe të pasigurt për marrëdhënien tuaj sot. Mendojini mirë gjërat para se të thoni diçka për të cilën do pendoheni shumë shpejt. Beqarët do tërhiqen nga personat misterioz. Tregoni të kujdesshëm. Do merrni disa kritika për sa i përket jetës profesionale dhe kjo do ju bëjë të ndjeheni keq. Mos u avini shumë veshin, por vazhdoni punën. Binjakët, ditë shumë e lumtur për të gjitha çiftet. Do keni ndryshime mjaft pozitive në jetën sentimentale dhe emocionet do jenë të shumta. Beqarët nga ana tjetër do kenë takime impresionuese, por që ardhmja nuk do të jetë shumë pozitive. Gjithsesi, jetoni momentin. Për sa ju përket financave, do merrni vendime të rëndësishme, në mënyrë që ato mos të kenë probleme. Ulni sa të mundni edhe shpenzimet. Gaporja, jeta në çift nuk do shkojë mirë. Për çiftet do ketë debate dhe keq kuptime. Mundohuni të mos i lini gjërat të përkeqësohen edhe më tepër. Beqarët do zgënjehen nga disa takime që do kenë. Mos u ndërroni shumë sot për jetën profesionale. Lërini gjërat të rrjedhin vetë dhe mos u nxitoni për asgjë. Me që është ditë e diel, dilni dhe argëtohuni pak. Me që është fillim jave, dilni dhe argëtohuni pak, do ju bëj mirë. Luani, sot partneri do përkujdeset shumë për ju dhe do të ndjeheni mjaft mirë. Sa kënaqësi kur merr kujdesin e nevojshëm. Beqarët duhet të pranojnë ftesat që do ju bëhen. Ju presin momente të mrekullueshme. Financat nuk do jenë shumë të mira, por dhe nuk duhet të qaheni. Mos shpenzoni shumë. Puna nuk do të ketë asgjë të veçantë, çdo gjë do të jetë normale. Vigjoresha, në jetën në çift do mundoheni të ruani një klimë të ngrohtë dhe do shmangni problemet. Mos u kushtoni shumë ndësi mosmarrveshjeve të vogla dhe largoni stresin. Për beqarët do jetë një ditë e qetë dhe e bukur, megjithse pa takime. Në jetën profesionale do të jeni të vendosur të përmirësoni gjithçka. Gjithsesi, mendojini mirë gjërat dhe mos u nxitoni. Priten ditë të mira. Peshorja, do jetë një ditë plot ngjyra për jetën tuaj në çift dhe nuk do keni dëshirë të dilni fare me miqt. Mirë do bëni. Shfrytëzoni sa më shumë këtë ditë, sepse jo të gjitha janë të tilla. Beqarët do kenë mundësi të ndeshen me dikë shumë të veçantë dhe tërheqës. Edhe ju do keni shumë fat në planin financiar dhe mund të blini ato që keni menduar. Punën lëreni për nesër. Akrepi, sot ka ardhur koha të jepni fund me tolerancën e tepruar dhe mirëkuptimin në dashuri. Ai që keni në krah përfiton nga kjo dhe po i kalon limitet. Nëse nuk ndryshoni sjellje, do ju bëjnë për budalla. Beqarët është më mirë të qëndrojnë vetëm sot. Në punë jeni plot energji. Do japin përgjegjësi të reja dhe ju do i habisni të gjithë me zotësinë tuaj. Keni shumë ambicie. Shigjetari, në jetën e çift do jeni dinamik dhe do doni ta shfrytëzoni ditën deri në fund. Do mundohuni të kaloni disa momente të këndshme me partnerin. Beqarët do kalojnë ditë të mira për pa personin për të cilën po ndërrojnë. Nëse jeni në punë apo student, gjërat do ju shkojnë mbar. Ata që do kenë provime gjatë kësaj kohe do jenë me më shumë fat. Përgatituni të festoni. Bricjapi, sot do keni nevojë për kohë që të reflektoni më mirë për situatën tuaj në çift. Gjeni një zgjidhje që është në të mirën e të dyve. Beqarët do kenë takime, por duhet të mendohen mirë nëse vërtet është ajo që duan. Në punë duhet të filloni të bëni plane afatgjata. Nëse doni të keni një rol të rëndësishëm atje ku punoni, duhet të përqendroni më shumë dhe të keni sukses. Ujori, jeta në çift do shkojë shumë mirë. Do mundoni të mos krijoni konflikte me partnerin dhe të kaloni një ditë të qetë. Beqarët do kenë disa takime, por nuk do arrijnë të njohin atë për të cilën do ju ra zemra fort. Mos bini menjëherë në pesimizëm. Sot do ketë një përmirësim të ndjeshëm të sektorit financiar. Do mund të kryeni edhe transaksione me rëndësi. Peshqit, një miku juaj do ketë nevojë për ju, shoqërojeni dhe jepini këshillat e duhura. Duke ndenjur me të, do merrni edhe disa informacione që ju ndihmojnë në jetën tuaj personale. Çdo gjë ju erdhi si me porosi. Në jetën profesionale do fitoni më shumë pavarësi. Nëse ndërmerrni disa rreziqe, është e sigurt që do realizoni atë që doni. Ndiqni intuitën dhe bëni kujdes.